Përshëndetje të dashur miq të kanalit tim Rrëfime Jete, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në këtë kanal për të ndarë me ju lajmet edhe rrëfimet në fakt më të fundit. Sot pranë jush do të sjell një ngjarje që është tabu në shoqërinë tonë, është e përditshme në shoqërinë tonë. Fatkeqësisht ka filluar shumë të bëhet nëpër jetën e njerëzve. Do me thënë, marrëdhëniet po shkatrohen, familjet po shkatrohen, jeta e bukur po shkatrohet edhe të gjitha nuset, apo shumicat e nuseve, sikur marrin krah në familjet e burrave dhe sikur çdo ditë tregojnë që forca e tyre është që ato të qëndrojnë në këmbë, ato të jenë të zonjat, ato të pyeten, ato të kolliten dhe ato të përzën edhe bijat nga shtëpia. Në fakt unë gjithmonë kam qenë kundër këtyre gjërave, por fatkeqësisht si pas letrave të cilat mua më kanë mbritur në redaksi, kam arritur të kuptoj që ne si shoqëri kemi të bëjmë me një shoqëri aq të pistë sa që janë në gjendje që të bëjnë gjithçka. Letra është shkruar nga halla e shtëpisë për nusen e vllaut, nusja e vllaut e cila ka ndryshuar raporte. Nuk e do kunatën e saj, nuk e respekto kunatën e saj, nuk e nderon kunatën e saj dhe halla në këtë rast është në një hall të madh, nuk di se çfarë të bën. E dashur nuse, po ta shkruaj këtë letër me lotët në sy dhe me një dhimbje që prej vitesh më ka zënë frymën. Nuk po të shkruaj për të të gjykuar, as për të të luftuar, por për të treguar plagën që më është hapur në zemër. Një plagë që sa vjen e bëhet edhe më e madhe, sepse më është mohuar diçka që për mua është më e shenjtë se çdo pasuri në këtë botë. Shtëpia e vllaut tim. Nuk e kam menduar kur se do të vinte një ditë kur unë, motra e gjakut të tij, do të ndjesha e huaj para derës së shtëpisë ku kam hyrë dikur pa trokitur. Nuk e kam menduar kur se do të vinte një ditë kur do të më duhej të pyesja nëse kam të drejtë të shoh vëllain tim, të pi një kafe me të, të kujtoj vitet tona të vështira dhe të bukura. Më kujtohet kur ishim fëmijë. Nuk kishim shumë, por kishim njëri tjetrin. Kemi ndarë bukën e fundit, kemi ndarë dhimbjet. Kemi ndarë lotët, por kemi ndarë edhe ëndrat. Kur ai qante, qaja edhe unë. Kur unë rëzohesha, ai më ngrinte. Ishim dy fëmijë që u ritëm me sakrificave, por me një dashuri që asgjë nuk do të mund ta thyente këtë dashuri. Sot kur kaloj pranë shtëpisë së tij, zemra më dridhet fort. Nuk shoh më vëllain në derën time. Shoh një derë që për mua në të vërtetë është mbyllur. Shoh një vend ku kujtimet e mia nuk kanë më vend. Dhe kjo më vret mua çdo ditë. Ndoshta ti nuk e kupton se sa e rëndë është kjo për mua. Ndoshta mendon se janë gjëra të vogla. Por për një motër, vëllai nuk është një njeri i zakonshëm. Ai është pjesë e shpirtit të saj. Ai është një copë e fëmijërisë së saj, një copë e jetës së saj. Kam qëndruar net të tëra e zgjuar, duke menduar se ku gabova.
Çfarë të bëra që e meritoja këtë largim? Çfarë fjalë thash që të bëri të mendosh se nuk duhet të jem pjesë e asaj shtëpie më? Kam kërkuar përgjigje dhe nuk kam gjetur asnjë përgjigje. Dhimbja ime nuk është se nuk më hapet dera. Dhimbja ime është se po më hiqet e drejta të jem motra e vllait tim. E di çfarë më dhëm më shumë? Kur dëgjoj të tjerë që mblidhen për festa, për ditëlindje, për gëzime familjare, dhe unë mësoj gjithçka nga të tjerët. Kur shoh fotografi ku mungon vetëm një person, dhe ai person jam unë. Kur kuptoj se po fshihem dal nga kujtimet e familjes sime, sikur të mos të kem ekzistuar kurrë. Nuk ka natë që unë të mos të lutem, që një ditë gjithçka do të ndryshoj. Nuk ka natë që unë mos t'i kërkoj Zotit të zbus zemrat tona. Sekse familja nuk duhet të ndahet. Familja nuk duhet të jetoj me mure mes saj. Ti e bashkëshortja e vllaut tim, unë personalisht e kam respektuar gjithmonë këtë rol. Kam dashur të të shoh si motër, jo si kundërshtare. Kam dashur të të përqafoj si pjesë të familjes sonë. Por vitet kanë kaluar dhe mes nesh është ngritur një mur heshtje që po na shkatron të gjithëve. A e di sa herë kam marrë telefonin për të telefonuar dhe më pas se kam lënë mënjan? A e di sa herë kam dashur të vije të trokas në derë dhe jam kthyer pas me lotët në sy? Jo nga krenaria, por nga frika e refuzimit. Kam frikën të mos dëgjoj një jo. Kam frikën të mos ndjej përsëri atë ndjesinë e rëndë që nuk jam e mirëpritur. Më dhëmb kur mendoj për prindërit tanë, ata na ritën për të qenë bashkë, na mësuan të mos e lëshonim dorën e njëri tjetrit, dhe nëse do të na shihnin sot, unë jam e bindur që do të qanin. Sepse gjaku nuk duhet të ndahet. Shtëpitë të ndërtohen me tulla, por familjet të ndërtohen me zemër. Dhe kur zemra mbyllet, asnjë shtëpi nuk mbetet e ngrohtë. Ndoshta kjo letër nuk do të ndryshoj asnjë gjë. Ndoshta do ta dëgjosh edhe do ta harosh. Por unë doja që të paktën një herë të dëgjoje zemërimin tim. Jo zërin e zemërimit, jo zërin e krenarisë, por zërin e një gruaje që në të vërtet po vuan. Po vuan sepse i mungon vllai, po vuan sepse i mungon familja. Po vuan sepse ndjehet e huaj aty ku dikur ndihej në shtëpinë e saj. Nëse një ditë vendos të më hapësh derën, nuk do të më vi inat. Nuk do të vi me akuza, do të vi me zemrën që kam mbajtur të plagosur për kaq shumë vite. Do të vi për të pirë një kafe, do të vi për të parë vllain tim, do të vi për të rikthyer një pjesë të jetës që më mungon pafund. Sepse jeta është e shkurtër. Një ditë ne nuk do të jemi më këtu. Një ditë do të mbetemi vetëm kujtimet, dhe unë nuk dua që kujtimi ynë të jetë një derë e mbyllur dhe një zemër e thyer. Dua që kujtimi të jetë fjala, dua që kujtimi të jetë pajtimi, dua që kujtimi të jetë një përqafim i vonuar por i sinqert. Po e mbyll këtë letër me lotët e krenarisë, por edhe me një shpresë të vogël në zemër. Shpresoj që një ditë të mos jem më halla që qëndron lart,
Shpresoj që një ditë të jem përsëri motra që hyn në shtëpinë e vllaut të saj me buzëqeshje. Edhe atë ditë të gjitha lotët e këtyre videove do të më kenë marrë kuptim. Me dhimbje të madhe, me mall pafund, halla me shpresë të thyer.